Transportin publik po shfrytëzojnë vetëm punonjësit e trafikut urban. Tash e tretet, këta autobus kanë vetëm një linjë, nga baza teknike tyre deri te hapësira mes objektit të qeverisë dhe komunës. Pasi zbarkuan në adresën ku po kërkojnë zgjidhjen, mjetet e transportit u ndalën në shenjë proteste. Si pasojë edhe këtë të mërkur, u krijuan kolona dhe policia e Kosovës kërkoi sërish mirëkuptimin e protestuesve për largimin e autobuseve. Por një gjë e tillë nuk ndodhi. Po besoj dhe po shpresoj, po du më shpresu. Të ditë vështira, qytetarët i kanë më të keqen të mundshme. Po jo për neve, edhe neve jem imponu me bo këtë. Edhe neve kem familje, i mbijetojmë me këto tara që i kem. Edhe pse moti ishte me shi, kjo nuk i pengoi protestuesit të qëndronin para komunës me kërkesën e tyre të vetme, pagesën e mjeteve që ua kanë borxh. Nuk po do më përzin politik as pak, i do mjetet tona, me dalë llogarit tona, me shly bërse tona, me pagu pagat dhe me fillu punën. Protesta vazhdoi për disa orë në shi. Pas përfundimit të tubimit për këtë ditë, përfaqësuesit e protestuesve patën edhe një thirrje. Bëj thirrje qytetarëve brenda mundësive që i kanë. Se jo të gjithë nuk kanë mundësi të na përkrahin edhe të na bashkangjiten në këtë protestë. Pa shënuar ora 13, autobusët u larguan nga rruga, megjithatë pritet të rikthehen sërish nesër me të njëjtën kërkesë, kryerjen e pagesave. Nga komuna Prishtinës nuk u deklaruan në arsyetimi se qëndrimi vazhdon të mbetet i njëjtë në përkrahje të protestuesve dhe duke thënë se fajin e ka Ministria e Financave.